Një konflikt i dhunshëm mes gjimnazistësh ka tronditur pas ditën e Kamsës duke lënë plagosur dy të mitur. Ngjarja u regjistrua në afërsi të bulevardit Nën Tereza pranë një parkingu dhe rreth 100 metra larg gjimnazit Ibrahim Rugova, ku u mblidhen çdo ditë qindra nxënës. Sipas informacioneve të para, përplasja ka nisur me një shikim mes adoleshentëve, por debati verbal ka degraduar shpejt në dhunë fizike dhe përdorimin e armës së ftohtë. Dy gjimnazistë 16 vjeçar mbeten të plagosur, njëri prej tyre me goditje në pjesën e gjoksit. Ai ndodhet në kujdesin intensiv të mjekëve të spitalit të traumës, por gjendja e tij shëndetësore raportohet e stabilizuar dhe jashtë rrezikut për jetën. Viktima e dytë po ashtu po trajtohet nga mjekët për plagë më të lehtë. Policia e Tiranës ka identifikuar tashmë autorin dyshuar të plagosjes, i cili mësohet se është nxënës i një shkolle pranë ngjarjes. Ai është shoqëruar në komisariat dhe po merret në pyetje nga oficerët e policisë gjyqësore. Paralelisht, po merren edhe nga të mitur të tjerë të përfshirë në konflikt, si dhe nga dëshmitarët që kanë parë nga afër sherrin. Hetuesit po punojnë për të zbardhur motivet e plota të ngjarjes, ndërsa pista kryesore mbetet një përplasje banale mes adoleshentëve që u përshkallëzuar në përdorimin e armës së ftohtë. Ngjarja ka ngritur shqetësim tek komuniteti dhe prindërit e gjimnazistëve, ndërsa policia ka shtuar prezencën në zonë për të parandaluar incidente të tjera mes nxënësve.